U arrestuar në Serbi lirohet ish-deputeti i kosovar Gramos Agusholli. Ish-deputeti Gramos Agusholli është liruar pasi u ndalua nga autoritetet serbe në pikën kufitare në Merdar. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se Agusholli e ka vazhduar rrugën e tij për në Sloveni. Ministria e Punëve të Jashtme do të vazhdojë të përcjellë me vëmendje çdo situatë që cënon të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë ndaj Serbisë për ndalimin e praktikave të tilla represive, të cilat bien ndesh me parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, thuhet në njoftim.